$6 milion, vlezër e motra, $6 milion. A u kuptoni se çfarë po ndodh me botën shqiptare? A e shikoni ju se çfarë kemi përballë këto momente? Dy njerëzit më të pashpirt, dy njerëzit më kriminal, dy njerëzit më armiq të kombit shqiptar, vlezër e motra. A i keni dëgjuar ju lajmet sot? $6 milion. Ka mbledh Partia Demokratike që do t'i paguaj gjoja lobëve amerikane për të heqë nën gradën e Sali Berishës. $6 milion. Para 30 e sa vjetëve, kur ky monster, kur ky plak i kalbur kërkoi që të vinte në pushtet, i kërkoi Amerikës, James Bakerit, $6 milion. $6 milion që të vinte në pushtet. Sot do t'i jap Amerikës ky qenë birqeni $6 milion. Vlezër e motra, për ju që nuk i keni dëgjuar lajmet, se unë i mora këto dy fotografi të këtyre dy monsterve nga interneti dhe i futa këtu, edhe në këtë thirrje që bëj thirrje për ndërgjegjen kombëtare. Pra, edhe një herë, për ju që nuk keni dëgjuar lajmet, le të ngjojmë lajmet, të ngjojmë këtë lajmin e $6 milion, këtë që nuk ka njërin botë ta shpjegoj këtë krim e këtë korrupsion që i bëhet shqiptarëve. Le të ngjojmë lajmet për një sekond, vetëm 2 minuta. Partia Demokratike ka firmosur një kontratë lobimi me një kompani amerikane që drejtohet nga njerëz pranë presidentit Donald Trump. Pra, edhe një herë, se bëjmë Partia Demokratike. E shikoni ju me kujdes se thot Partia Demokratike, jo në i grup shqiptaresh në Amerikë, jo Sami Gjoka, jo Partia Demokratike, vlezër e motra. Partia Demokratike me Sali Berishën kanë paguar $6 milion dhe kanë bërë një kontratë me antarë të qeverisë amerikane për me heqë nën gradën e Sali Berishës. Shikoni, unë deri dje mendoja me të naivitetin tim që ky është i pafajshëm, ky kriminal, ky plak i kalbur, është i pafajshëm, edhe si qeveria amerikane me të ndru pushteti, sa po të hikte Biden dhe të vinte Trumpi, po që do ishte i pafajshëm, jo që do t'ja isnin me njëherë, por do t'i pagunin dëm shpërblime Sali Berishës, Partisë Demokratike, edhe shqiptarëve për këtë të padrejtë që është bë, e jo të paguin shqiptarët $6 milion për të heqë nën gradën e këtij fllësie. Gjoj edhe një herë, vlezër e motra, se këto janë lajme alarmante për botën tonë në këtë kohë fushate. Gjojeni me kujdes lajmet. Kontrata ka vlerën e $6 milion dhe do të paguhet për një periudhë 2 vjeçare. Pra kjo kontratë, që nuk është bërë me shqiptarët e Amerikës, sa të thoni kanë mbledh shqiptarët e Amerikës. Shqiptarët e Amerikës që punojnë 2 punë në ditë, 14 orë në ditë, nuk shohin fëmijët e vet, nuk kanë fuqi, më falni për shprehjen, t'jo bëjnë atë punë grave të veta, në shtëpi se vin të lodhët ras kapit. Pra shqiptarët e Amerikës pas kanë mbledh $6 milion për heq nën gradën e Berishës, kur Berisha është i pafajshëm. Se po që është i fajshëm, atëherë pse duhet paguajnë pare, por po tjetë i pafajshëm, pse do të mbledhin shqiptarët në Amerikë që pason halet, ose shkojnë 100 kate në lartësi, në skela për më ndërtu pallate, që të heqin njollën e zezë Sali Berishës, jo për të ndërtu spitale në Shqipëri, jo për të ndërtu shkolla në Shqipëri, jo për të dhënë Sali Berishës, që të heqë nën gradën në Amerikë, kur Amerika duhet të heqë vetë, në qësë është i pafajshëm, e në qësë është me faj, në qësë ka vjedhë përonat e shqiptarëve, ne duhet paguajmë të varim lëtar këtë klishkurve,
Po gjojeni me kujdes, se këto e paraqesin që i kanë bërë shqiptarët. Po si mundet ti mbledhin shqiptarët, leka ti mbledh Sami Gjoka me shok në Amerikë, edhe mirë që i mbledhim ne heqim nga goja fëmijëve tanë, por të bëhet bosi këtij pareve, të bëhet Partia Demokratike, edhe të bjerë ajo zyrtar nga Shqipëria, që të marrë në patronazh lekët që kemi mbledh ne, pra i pas kemi mbledh ne, e mirë e zemë që i mlodhëm, i hoqën fëmijëve tanë vëllezër e motra, po si ka mundësi që nuk i menaxhojmë ne këto pare, po duhet i menaxhoj Partia Demokratike dhe kontratat që bëhen me këto lobet, që për fat keq e për turp janë të lidhur me Trumpin, që bëhen me këto, duhet të vijet i menaxhoj një Partisë Demokratike, vëllezër e motra. Kjo është vjedhje me sy hapet, kjo është korrupsion, kjo është një paturpsi që unë nuk e kuptoj se si ju i ndisni këto dy monstra, se ju dilni në fushatë dhe i prisni duke dorëtrokit sa qaraman, sa ignorant, sa të poshtër, sa majmun jeni bo, o popullim shqiptar. Po dëgjojeni lajmet me kujdes, vëllezër e motra. U garant për shumën ka dalë Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i përfaqësuar nga shtetasi Nureddin Seçi. Pra një Nureddin Peçi, që nuk e njoh dhe i uroj suksese, sa do lek të marrë me këtë lloj korrupsioni nga Shqipëria. Pra qeveria shqiptare pas ka caktuar një garant, më falni se thash qeveria Partia Demokratike, një garant, jo mbledh si pareve, e caktojmë ne nëse kemi mbledh paret, ne jemi garanti që kemi mbledh, shoqata dhe kush je ti kryeshkurve nga Partia Demokratike, nga personi që pagove $6 milion për të shkatruar Shqipërinë, për të shkatruar çdo gjë që kishim ndërtuar për 50 vjet komunizëm, që kemi derdh gjak, jo ders, që të ndërtojmë ato bunkere, që të ndërtojmë ato uzina, që të ndërtonim ato fabrika, që të ndërtonim ato hekurudha, ku edhe telat e telefoneve të shtyllave elektrike i prejet për të shit në Serbi, edhe tanket e raketet e shitët, edhe shkatrut ushtrin, edhe paret e popullit i vodhet me ato firmat piramidale dhe nuk ditët gjoja se ku janë, kur ato falimentun që ti merrni të mapshat e ktheni popullit. Ju kriminal që e majtë Serbin me naft, kur Serbia bon ndalut në Ballkan dhe gjithë bota i kishte shpall sanksione, ju klysh të kurvës që dhe të pakdecjen e ka ngel ja falet Greqisë, donit ja falet Greqisë. Timër kriminali flisht që personin që vete ka akuzu, që ka ardhët ka vra 6 ushtar në postën kufitare e dhen në listën e kandidatëve tuj, timër kriminal që ata që të ka shkel flamurin me 2 kom e ven aty në kryet listës, ti vjen sot edhe të pagush pare me paret e shqiptareve se s'qekin të PD-s, nuk qekin gjoja të tujat, por janë këta që pas kanë lësë shqiptarët e ndershëm si puna ime, që s'kan buk me hongër në shtëpi, në qoftë se nuk shkojnë e të punojnë 2 punë, që s'janë gjendje të paguajnë qiranë e shtëpisë ku të flenë fëmijët e mos rrinë jashtë, po që se nuk punojnë 2 punë në ditë, ti pas kanë mbledhur të pare për t'ia paguajt lobëve amerikane. Lobët amerikane nuk ka nevojë të paguën në qoftë se ty qeveria amerikane të ka bënë në grada me patë drejtë. Qeveria amerikane duhet ta heqë më një herë edhe të kërkoj falje edhe ty edhe neve. Por në qoftë se ti akuzohesh nga gjykatat, atëherë pse duhet paguajnë lobët amerikane kur gjykata nuk është në urdhrat e politikanëve dhe kjo është një çështje tjetër për te i politikës? O Zot, ku kemi arrit gjojni vëllezër motra. Ata parashikon edhe lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratës së Berishës. Pra, a i shikoni se ku kemi arrit me këto 2 monstra. Vëllezër e motra, a i kuptoni ju se çfarë mirimi tashti. Pse unë e bëj këtë video, vëllezër e motra? Përse unë e bëj këtë video? Ju bëj në thirrjet mos votoni kurse si njëra nga 2 partit do të fitoj. A do të fitoj ky monster në të majt që ka ardhur në pushtet me foton Udo?
lakuriq në për Paris. Ky është drejta ti të dalë pa breg, e të shkoj e të bëj çdo lloj maskaralliku, por ama të marr parasysh njeriu kur i bën këto 5 ligje imorale, që nuk mund të ketë drejt të luftoj për një figurë, për një post politik, ku bëhet një figurë kombëtare e ky klysh kurve, ky klysh i Miloševićit që ka bërë çdo gjë deri më sot, vetëm që të kënaq Beogradin. Ky del sot u thot fëmijëve që shifnin fëmijët fotot e mia lakurish në për internet, e ky klysh tjetër do paret e shqiptarëve gjoja, se janë paret që ka vjedhur në korrupsion ky dhe partia e tij, një lloj si ky klyshi tjetër, që vinë dhe paguajnë për gjoja të ble pastërtin që se kanë këto maskarej. Unë nuk bëj thirrje vëllezër e motra që ju mos votoni. Ju do të votoni për njërën nga këto 2 partit, të votoni për cilën parti ju doni, por mjaft me Ramën dhe Berishën, populli duhet të marrë fatet e vetën dorë. Sot Shqipëria, vëllezër e motra, ata që janë shqiptarë të ndershëm të pastër, janë trëndit. Unë nuk e kuptoj se si mundemi ne ta suportojmë një lajm kaq kriminal, kaq korruptiv, që Sali Berisha, Partia Demokratike, do të paguaj $6 milion të loboj për 2 vjet, me $6 milion, do të duhen 2 vjet që pale mund të heqë dhe s'garanton askush që e heq në ngradizmin. Vëllezër e motra, Shqipëria edhe një herë është në ditë nga një lajm i pabesueshëm. Partia Demokratike, vëllezër e motra, ka deklaruar sot se janë mbledh $6 milion për të lobu, vëllezër e motra, për të lobu në SBA me qëllim që të heqin statusin non grata Sali Berishës. A i kuptoni jo këta? Pra nuk u hoq, pra nuk u kërku falje nga Amerika, por do të duhet mbledhin pare dhe shqiptarëve që i kanë në për kasafortet të tyre këto klishkurve. Njoni, ky pagun pare në Amerikë, për të shpallën grada rivalin e vetë. Ky tjetër do të vitë paguj pare në Amerikë, miliona $, për me pasuemin që se ka të pastër, edhe të lodhen për 2 vjetë. A është e mundur, vëllezër e motra, mendoni ju, që shqiptarët që punojnë ditë natë për të shqyrë fëmijët e tyre, të kenë mundësi të heqin $6 milion nga goja, jo për të ndërtu shkolla, vëllezër e motra, jo për të ndërtu spitale, vëllezër e motra, jo për të ndihmu vendin ton, vëllezër e motra, por për të shpëtu një njeri që ka shkatruar Shqipërinë. A është e mundur që mundi i vëllezërve të mi këtu në Amerikë, i motrave të mia këtu në Amerikë, i mërgëmtarëve, për të përdorur të vëllezër e motra, për të pastruar imazhin një figure politike të kalbur, të mbuluar me akuza e korrupsion, edhe mbi të gjithën për tradhti kombëtare? Si është e mundur? Si është e mundur? Vëllezër e motra, unë ju bëj thirrje juve, që ju mos të shkoni kur të takoni kandidatët në qoftë se shoqërohen nga njëri apo tjetri. Pra kjo është ajo që mund bëjmë ne. Pse? Unë nuk i bëj thirrje juve të mos votoni për PD-n e PS-n, sepse ju do të votoni për njërin nga këto dyja. Nuk kam fuqi, por edhe duhet votu për njërin nga këto 2 partit, jo këto 2 klysh që rrinë krye. Ju do të votoni për kandidatët e secilës parti. Prisni ato në takime, vëllezër e motra, por mos pranoni të shkoni në takim kur janë këto 2 maskarejt, sepse vetëm në qoftë se ju e boni këta, vetëm qoftë se ju nuk shkoni në përmjetingje kur janë këto 2, vetëm qoftë se nuk shkoni të takoni kandidatët kur janë shoqëruar me këta 2, vetëm atëherë të 2 partitë do të kuptojnë, vëllezër e motra, se nuk janë këta 2, se ato i majnë këto 2 dhe nuk e heqin qafe duke mendu se vetëm prej këtyre marrin votat.
Edhe ata janë njerëz të kalbur që këta dy i kanë marrë dhe i kanë futur në listën e kandidatëve si kanë dashur dhe janë bo politikanë dhe kështu që i rrinë si nuk du të shajë çdo se ato do jenë kandidatët, por ata nuk kanë kuraja të dalin kundër, të kundërshtojnë dhe ata mendojnë që këta janë Zeusët. Por ti populli im e ke këtë mundësi. Mos u shko këtyre dyve në përtakime. Mos i takoni këto dy kur janë edhe shoqërojnë kandidatët. Votoni për kandidatët, por jo për këto dy. Edhe me njanoni edhe herë do të kuptojnë të dyja partit që këta janë pesligje që duan flak. Edhe po i hoqem këta dy, atëherë ndoshta kemi një shans që të fillojmë nga e para. Sami Gjoka ju përshnet. Unë ju bëj thirrje për një ndërgjegjësim kombëtar, vëllezër e motra, është jashtëzakonisht e turpshme, e papranueshme që paret e shqiptarëve gjoja që kanë mbledh në Amerikë nga shqiptarët, por i pas kanë dorë dhe i menaxhon ka Partia Demokratike, edhe caktokën atë se kush duhet i menaxhoj, edhe ato i firmoskin edhe ato kontratat me lobet që këto lobet që kanë njerëzit afër të Trumpit, turp, fliqësi, poshtërsi, kriminalitet, e keni ju ndorë. Në qoftë që dini si min, e si majmun, e si legen rrugëve, e entuziasmohet si ato kurvet e këqia, se shifni Berishën edhe Ramën, nonën juve, popullim, edhe mirë që bohet një për këtyre dyve. Por në qoftë se ju nuk doni ta mani këtë fajt madh kombëtar, mos e prisni më këtë legen, mos i pranoni më të vinë në përtakime, votoni për kandidatët, por mos pranoni këto dy, në asnjë mënyrë, vetëm kështu mundim ne të tregojmë forcën tonë. Vetëm kështu mundim ne ta spastrojmë lumin që kemi, në atë lum lundrojmë, aty me atë lum e kemi anijen, me atë, por ne duhet të pastrojmë atë të mos lundrojmë mbi fekale. Vëllezër e motra, ju bëj thirrje, ju përulem, ju puth këmbët, shporni këta dy nga politika shqiptare, se janë turpi i kombit, janë këmur, ata që i quhen ata kërpusha rishtit, ushronjëset, si quhen ata që thithin gjakun, larg prej këtyre dyve që vetëm e kanë shkatru kombin, vetëm e kanë shkatru Shqipërinë. Njeri bën presion Albin Kurtit, qeverisë Kosovës, që t'ja fal Serbisë me kisha, e me toka e me sesione, që të krijojë dhe mundësin që të ndahet nesër në dy pjesë Kosova, e tjetri do t'ja fal tokat në jug e detin Greqis. Këta vëllezër e motra janë e keqa e kombit ton. Ju e keni ndorë nëse doni ti pranoni, e ti mbani ata partitë që ata kanë, ata dhe bëthën do t'ja puthin në lepin këtyre dyve. Vetëm sepse mendojnë se këta dy, e vetëm këta dy, kanë mundësin që të thrithin votën e juj edhe për krahin e juj. Sami Gjoka, ju përshnet.